Një video e orëve të fundit që po qarkullon në rrjet tregon se tensionet mes Ilir Shaqirit dhe Mimoz Ahmetit nuk janë qetësuar. Edhe pas debateve të fundit pranë Prishtinës, balerini dëgjohet duke përdorur një fjalor të ashpër ndaj banorëve të tjerë, duke shpërfillur edhe vrejtjet e produksionit. Në materialin e publikuar, Iliri dëgjohet mjaft i nervozuar teksa i referohet Mozës dhe aleatëve të saj në lojë me fjalët: "Plera, 3 shterpa janë." Në atë moment ka ndërhyrë me njëherë regjia përmes autoparlanteve, duke i tërhequr vëmendjen me fjalët: "Ilir, kujdes mikrofonin." Megjithatë, ky paralajmërim nuk e ka ndaluar konkurentin, i cili është kthyer nga kamerat duke përsëritur ofendimin: "3 shterpa, e them tamam, doni ta dëgjoni prap 3 shterpa." Ky reagim ka sjellë sërish kërkesa nga ndjekësit në rrjetet sociale për masa më të repta disiplinore, pasi balerini jo vetëm që ka përsëritur fjalorin fyes, por ka sfiduar hapur edhe urdhrat e drejtpërdrejta të produksionit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.